Kroqera MS Susterdam bëri në Sarandë me 1867 pasagjerë, tjetër sinjal pozitiv për turizmin detar. Porti Sarandë ka mirëpritur ditën e sotme kroqerën luksoze MS Susterdam, e cila ka mbërritur me 1867 pasagjerë në bord, duke sjellë në qytetin breg detar një numër të konsiderueshëm turistësh nga vende të ndryshme të botës. Vizitorët, pjesë e një prej anijeve turistike më të njohura që lundron në mesdhe, kanë zbritur në Sarandë për të eksploruar bukuritë natyrore, historike dhe kulturore të zonës. Një pjesë e tyre pritet të vizitojnë qendrën e qytetit, shëtitoren bregdetare dhe destinacionet më të frekuentuara turistike, ndërsa të tjerë do të zgjedhin ture drejt vendeve ikonike të jugut të Shqipërisë. Mbërritja e kroqerës MS Susterdam konsiderohet një tjetër tregues i qartë i interesit në rritje të turistëve të huaj për rivjerën shqiptare. Saranda vazhdon të forcojë pozitat e saj si një nga destinacionet më të rëndësishme të turizmit detar në vend, fal pozicionit strategjik, klimës së favorshme dhe ofertës së pasur turistike. Prania e afro 2000 vizitorëve përkthehet në një ndikim të drejtë për drejtë pozitiv për ekonominë lokale, duke gjallëruar aktivitetin e bizneseve që operojnë në fushën e turizmit, shërbimeve, transportit dhe tregtisë. Autoritetet portuale në bashkëpunim me strukturat turistike dhe institucionet vendore kanë marrë masat e nevojshme për të garantuar një pritje të organizuar dhe për të menaxhuar fluksin e pasagjerëve gjatë qëndrimit të tyre në Sarandë. Turizmi i kroqerave po fiton gjithnjë më shumë peshë në zhvillimin ekonomik të qytetit, ndërsa mbërritje të tilla konfirmojnë se Saranda mbetet një nga portat më të rëndësishme të Shqipërisë për vizitorët ndërkombëtar që zgjedhin të zbulojnë bukuritë e vendit tonë.